I dyshuari kryesor për grabitjen dhe vrasjen e Vanja Gjorgjevskas dhe Panqe Zhezhoskit Lupqo Palevski nuk pranon se ka bërë grabitjen dhe vrasjen e tyre. Në dëshminë e tij para gjykatës, Palevski thotë se nuk është as monster dhe as vrasës. Dëshminë e tij e kishte për plot akuza. Sipas tij, kjo ngjarje është mbeshur sepse në atë kohë kishte filluar të publikojë se në bankat e Maqedonisë po bëhet larje parash nga shitja e dronave iranian në Rusi dhe se shtete si iranian kishte në 2 banka të vendit dhe për këtë e fajsoni ish-ministrin e brendshëm Oliver Spasovskin dhe shefin e prokurorisë themelore publike Gavril Bubevskin. Nuk jam as monster, as vrasës. Motivi për një veprim të këtill, pezullimi së drejtës të pafajësisë derisa të provohet fajësia, prezumimi i pafajësisë nuk ekziston dhe kjo ndodh sepse kreu i prokurorisë publike të Shkupit, Gavril Bubevski dhe Oliver Spasovski janë përgjegjës të drejt për drejt për pastrim parash në Maqedoni. Pastaj vazhdon me akuzat ndaj mediave. Thotë se mediat janë tërësisht të korruptuara nga sektori bankar, sepse pa mbështetjen e tyre, sipas tij, mediat nuk ekzistojnë. Pas një viti e gjysmë nga ngjarja, nuk ekziston titull në media ku mostra e drejton armën, ku ekziston mundësia të jetë kryer vepra penale. Një titull i tillë nuk ekziston në media tona relevante. Pikërisht politika e partisë Desna është arsyeja për këtë çështje të medias, sepse ne jemi e vetmja parti politike që ka nisur një iniciativë për një referendum për një çështje shumë të dhimbshme në lidhje me politikën agresive të Bullgarisë ndaj vendit ton. Ky është një linçim brutal mediatik në kontrollin e LSDM-s dhe DPM-n. Ai u pyet edhe për të akuzuarit e tjerë të këtij rasti. Për Vlatko Keshishev tha se është politikisht ignorant, por e don Maqedoninë. Për Velibor Manev tha se është ambicioz dhe lakmitar për para, por edhe e din që ka pasur disa konflikte për para. Për të akuzuarin Aleksandar Gjorgjevskin, babain e Vanjas, thotë se për herë të parë ja ka lexuar emrin dhe mbiemrin në padin penale në qeli, ndërsa veten e përshkroi si politikan dhe biznesmen. Po ashtu mohoi se është arratisur pas ngjarjes dhe se e ka kuptuar që po kërkohet nga policia pasi kishte arritur në Turqi.